Popullin e ndershëm, jo me tradhtim në qeveri. Na lejoni të përshëndesim socialistët e Poliçanit që më në fund e kuptuan realitetin dhe reflektuan. Respekte! Dimali, Divjaka, Libohova e Vli Rystemi të qohet në kamp të ruaj dignitetin e vetë, ashtu si ky popull për 62 ditë në shesh. Ne kemi bërë thirrje për ditë për të njohur tradhtin dhe gjenocidin që e bën qeveria e Edi Ramës për 13 vjet. Pra kushtet e vështira për mbijetesë dhe pastrimin e qytetarëve shqiptar nga trojet e veta. Ati nuk i kanë mjaftu shkeljet kohë pas kohe dhe vështirësi që ka afru popullit. Ai ka filluar reforma territoriale për të pamundësuar shërbimin e qytetarëve në për objektet bashkiake të tyre. Ka filluar të mbledhë gjykata, të zvogëloj komuna, të zvogëloj bashkit, që qytetari ta ketë për çdo ditë më vështirë të marrë një shërbim shtetëror. Që qytetari mos të shikoj shpresë dhe si rrugë shpëtimi të shkoj rrugën e emigrimit. Ata mbollën në mendje dhe zemrat e shqiptarëve se dalja, emigrimi jashtë Shqipërisë që nga shpëtim. Po ky nuk ka qenë asnjëherë shpëtim dhe nuk do të jetë asnjëherë. Nuk do t'i bëjmë qefin një genocidiali si Edi Rama me qeverinë e tij, që lufton në çdo kusht për pastrimin e shqiptarëve autokton nga trojet e veta dhe për zvendësimin e tyre me njerëz nga anë mban botës. Ne respektojmë të gjithë nacionalitetet që mund të vinë këtu si vizitor, edhe ata që mund të shikojnë Shqipërinë si një mundësi për të jetuar. Por ne do të respektojmë një qeveri që ja u mundson qytetarëve të vetë të jetojnë më së pari. Mbas të ndej të marrë sojë Sorolop nga të doja ai. Shqiptar të këtyre 3 bashkive që përmenda dhe të gjithë ju socialistë të tjerë, qoni, ndërgjegjësoni, shpëtoni nga sindroma e socializmit që veç dem ju ka sjell. Nuk është ajo rrogë që juve merrni për administratë ose familjarët tuaj. Janë sikur ato pensionet 250 euro që shpërndante Greqia fashiste në jugun e Shqipërisë dhe njerëzit filluan ta quanin vete grek pa qenë. Tash ka ngel njerëz pa dhe. Mos lejoni dhe ju të qëndroni si një komb pa dhe, si popull pa dhe, duke besuar në një parti që sistematikisht lufton për pastrimin e Shqipërisë nga shqiptarët autoktonë. Qoni, kapni ato libreza, digjini, jetoni pa to, mos të jetojmë si sklevër që janë që frikojnë të heqin zinxhirin, që presin vaktin e pronarit. Jo, mor jo, vaktin e bëjmë vetë ne që i nuk jemi fare në përpushtetën, në për pozita qeveritare. Besoni që jetojmë më mirë se ju, jetojmë edhe më dinjitetshëm se ju. Nuk varet dinjiteti nga Edi Rama dhe nga një librez që ju mban lidhur. Presim reagimet tuaja, i përshëndes dhe ju përkrajnë. Hajdeni në shesh me ne, ti themi boll tiranisë dhe gjenocidit. Faleminderit, respekte.